të zinj, të verdhë tjera, dhe një farë forme sa jemi. Por nuk mendoj se për turizmin elitar që ju s'më keni pyetur, do të funksionojmë me këtë situatë që ne kemi tash. Le ta mbajmë këtë industri që kemi, ta mbështesim le themi dhe ta zgjasim pak në kohë me këtë produkt që kemi dhe të flasim në vazhdim se si do evoluojmë dhe çfarë duhet bëjmë. Ndërkohë infrastruktura sa ndikon, sa e rëndësishme është, kemi të gjithë infrastrukturën e mirë, sepse shoh veçanërisht kryesisht në zona turistike në jug, ke hotele shumë luksoze, ambiente të shkëlqyera jashtë dhe më pas 50 metra larg shikon një panoram tjetër shumë zhgënjyese. Sa e penalizon kjo turizmin dhe çfarë duhet bërë për ta përmirësuar? Po në fakt ju si padashje e thatë vetë, pasi e përmendet vetë, pasi kemi luksin, kemi punimin, kemi staf të pa kompletuar, atëherë unë mendoj se edhe vetë për higienë nuk mund të funksionojnë këto tre gjëra bashkë. Ose të funksionojnë tre gjëra dhe ne duhet të jemi në procesin e punës dhe të ndërtimit, e kur të jemi gati të hapim dyert dhe themi fillojmë pushimet, të fillojmë turizmin, ose këto të treja nuk mund të ecin bashkë. Ose ka periudha të caktuara që këto, le themi, ajo pjesë e turizmit mbyllet në një periudhë të caktuar dhe dy pjesë të tjera, po tre faktorë të tjerë fillojnë dhe aktivizojnë. Kështu që jo vetëm për ata të cilët kanë kërkesa të larta dhe kanë një kulturë në pushimet e tyre, por edhe për ne, të cilët jemi më të rinj të pjesë, kemi fituar një status që dim se si bet turizmi, edhe këto gjëra stonojnë edhe për ne që jemi vendas dhe që jemi le themi pritësit e atyre të cilët na vizitojnë. Pra në asnjë rast të gjithë e vëre, të gjithë e kuptojnë dhe të gjithë mund ta komentojnë. Sepse edhe trafiku është një gjë shumë e rëndësishme, të vi nga Tirana në aeroport, të shkojnë në Vlorë, në Sarandë, do humbasi shumë kohë një turist nëse flasim për turistin elitar, por edhe për një qytetar thjesht që është i interesuar të kalojë pushime në Sarandë, një qytet i bukur, çmime të mira. Si mund zgjidhet kjo situatë? Kush janë në takimet që ju keni pasur me kolegët tuaj, me pushtetin lokal, me qeverinë, cila është zgjidhja që mund ta përmirësoj këtë aspekt? Shumë bukur që më ngacmuat në një formë shumë modeste dhe elegante, po ju them se distancat janë ato të cilat janë dhe nëse ne gjejmë një formë që t'i reduktojmë ato, padyshim kjo përkthehet në fitim të kohës fizike dhe në uljen e kostove. Dhe kjo padyshim depozitohet diku tjetër ku është e përqyeshme nga dy aparat. Për sa i përket trafikut, sidomos në këtë periudhë, tani duhet t'i japim pjesën që i takon Çezarit dhe duhet të jemi realist. Në çdo destinacion turistik, pjesa e fenomenit të trafikut është prezent në periudha të caktuara, edhe në vendet më mirë të organizuara, padyshim që fenomeni i mbikaqesës është fenomeni i mbikaqesës, pasi kjo shoqërohet me fenomenin e lëvizjes së numrit të madh të vizitorëve. Pra është tendenca e njerëzve që në një periudhë të caktuar të lëvizin gjithë bashkë. Këtë nuk mund ta evitojmë, por këtë mund ta zbusim. Dhe kur themi mund ta zbusim, grupet e interesit, në bashkëpunim me autoritetin lokal, në bashkëpunim me shumë grupe të tjera të cilat përbëjnë janë pjesë e industrisë turizmit, mund të bëjnë propozime në bashkëpunim edhe me policinë, me qarkullimin e tjera që këto të monitorojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe kur ekziston sensi i organizimit, i dëshirës së punës për një periudhë caktuar dhe mbikëqesat duhet pranuar, mendoj se në fund të ditës puna është bërë. Dhe duhet theksoj se në Sarandë në këto ditë ku është e ngarkuar nga trafiku i automjeteve, shohim që ka një monitorim maksimal shumë të mirë në për gjitha pikat ku janë kryqëzimet e qytetit, ku monitorohet nga vetë autoriteti i qarkullimit rrugor dhe duket ndjesia që ne duhet të kemi një qarkullim maksimal të mirë në qytetin tonë. Dhe kjo vjet re nga të gjithë vizitorët. Pra në këtë pjesë do të doja ti duart të pyesja për arsye se po bëjmë maksimumin. Ndërsa ajo çka lidhet me pyetjen tuaj elegante në lidhje me distancat. Po, në rast se jugu do të ketë shansi që vitin e ardhshëm të ketë të gëzojë një aeroport atë të Vlorës, është e sigurt që realiteti ekonomik, realiteti i lëvizjeve, i cilësisë dhe i mundësive për të mbyllur disa kantiere ndërtimi, të cilat kanë një premis shumë pozitive për të ardhmen, unë mendoj se do të ndryshuar realiteti i jugut të Shqipërisë
do të jetë çliruar pjesa e Shqipërisë mesme në lidhje me lëvizjet turistike apo në të gjitha drejtimet dhe do thosha se të gjitha palët do të ngelen të kënaqura. Pra, e duam aeroportin e Vlorës se duhet dhe përderisa na e vura në mend, atëherë nuk kanë arsye të dalë nga mendja jonë. Po. E qartë. Mirë, zoti Çipa, jemi në kulmin e sezonit turistik, çfarë presim në 2 javët e fundit të gushtit, por edhe në tërësi në shtator, sepse sezoni ka ndryshuar, edhe operatorët kanë paketa të ndryshme, ofrojnë për shtatorin, shumë njerëz e preferojnë, ndoshta për shkak edhe të çmimeve që ulen pak. Personalisht, do të filloj nga e fundit për të bërritur të pyetje ju e pa. Personalisht do të sugjeroja të gjithë sa ndjekin, të gjithë sa janë, le të themi, kanë mundësinë ekonomike, mundësinë e lirë të kohës fizike, që prioriteti i pushimeve për ata, për të gjithë, të jetë muaj shtator. Arsyet janë të shumta, unë do përmend 3. Është temperaturat janë më të përballueshme dhe më të mira, le të themi, për çdo kategori moshe. Shërbimi është më cilësor dhe më i kontrolluar, numri vizitorëve është më i ulët dhe është ajo çka duhet për çdo destinacion, të paktën 3, dhe e katërta, klienti kualitativ ka arsye të besojë shtatorin më tepër se sa kushtin. Dhe në këtë kuadër do thosha se shtatori ka filluar det konkurrenti muajit gusht. Ka të paktën 5 vjet. Dhe është vendosur sezoni turistik, ka filluar në muajin prill padyshim, por lëvizja në mënyrë kështu të dendur turistike fillon nga muaji qershor dhe është vendosur drejt mesit të muajit tetor. Pra, është një apel, është një sugjerim që muaji shtator të jetë muaji më i preferuar për të gjithë sa kanë kohën, mundësinë dhe hapësira për të shkuar për pushime. Qofshin ata turistë të vendas apo qofshin të huaj. Për shumë arsye e përmenda dhe e sugjeroj dhe më besoni për këtë. Po. Zoti Çipa, sigurisht të statistikat dalin shtetet ndryshme të Europës dhe jo vetëm që vinë e vizitojnë Shqipërinë, po kush janë shtetet që e preferojnë më tepër vendin tonë për të kaluar pushimet? Po, e kemi të qartë në lidhje me numrin në përgjithësi, të cilët rendite sipas tregjeve. E bëj këtë pyetje sepse duhet i përshtatemi edhe historiku të tyre turistit, çfarë kërkon një turist polak, çfarë kërkon një turk, çfarë kërkon një rus e të tjera me radhë. Turisti polak, i cili ku e kemi ndarë në 2 kategori, turisti i pavarur dhe turisti i cili viziton Shqipërinë në mënyrë të organizuar nëpërmjet operatorëve turistik. Pra, me bindje të plotë. Pasi në këtë fushë bëj pjesë 36 vjeç. Turisti polak na rezulton të jetë turisti më i qëndrueshëm në ditët e vështira dhe në ditët e mira. Në kohë zgjatje është turisti i cili prevalon nga të gjitha tregjet e tjera, është turisti më pak problematik dhe dua të thyej disa mite për ata të cilët nuk merren me turizmin. Turisti polak shpenzon shumë herë më tepër nga çdo lloj turisti tjetër i cili quhet turisti i Europës perëndimore qendrore. E kjo është me shifra garantuar pasi ne operojmë vetë. Dhe kemi diskutuar edhe me partnerë të tjerë, kemi bërë analizën tonë. Dhe ai është më i gjatë dhe ai ka sjellë ndryshimi rrënjësor në industrinë e turizmit, mund ta quaj masiv, padyshim, në territorin e Shqipërisë. Pastaj kemi turistët skandinav, të cilët operojnë për një kohë të gjatë, por jo kaq gjatë sa polakët. Ato janë turistë të cilët në vendet e tyre shpenzojnë konsiderueshëm për të kaluar pushimet e tyre në territorin e Shqipërisë, por pjesa që përfundon territorin e Shqipërisë për gjitha shërbimet është ndoshta 1/4 e asaj çka ai paguan në vendin e vet. Nuk është për ta paragjykuar, po bëjmë një analizë. Dhe kemi pastaj turistë të cilët janë turistët gjermanë, të cilët prezenca e tyre është në 1% shumë të vogël, dhe turisti gjerman do të vonojë të prevalojë në territorin tonë për shumë arsye, dhe nuk po ju marr kohë ta shpjegoj këtë. Dhe kemi turistë të tjerë të cilët vinë nga Europa perëndimore, të cilët janë të pavarur, nuk mund të grumbullojmë statistika se sa shpenzojnë dhe ku shkojnë, por janë mjaft të dobishëm për vizitën e tyre në territorin tonë, pasi në përgjithësi shfrytëzojnë
vizitën e teritorit tonë të Shqipërisë, ku shpenzon për automjete me qira, për akomodime për natë, dhe për shpenzimet të tjera të cilat janë të nevojshme në përditësi. Ndërsa kemi dhe turistët perindimor, mosha e re, të cilët në fakt ata sillen, siç e thamë, njësoj ku do të shkojnë, dhe mua personalisht në ditët e sotme jemi 2026, më kujtojnë këta turistë të cilët vinë si jetë në Shqipëri, më kujtojnë jetën time të organizuar në turizëm në ishullin e Korkuzit 28 vjet më parë, dhe shikoj tash që ndodh kjo ripërsëritet, por në vendin tim. Kuptohet me një aparencë më ndryshe nga herët e ateshme dhe kjo është realiteti. Po. Edhe në fund një pyetje sa i përket muzikës, sepse ju thatë që vinë dhe shumë të rinj duan ta shijojnë, po pas orës 12 ndalohet. Sa i penalizon kjo në tërësi turizmin? Do të më lejoni se nuk do doja të hyja te profesioni juaj, po do të më lejoni ta bëj këtë pyetje në fakt e ju dhe e them këtë. Për arsye se në qoftë se penalizohet një grup moshe caktuar për jetën e natës, atëherë kemi dhe pjesën tjetër e cila nuk i përket jetës së natës dhe i përket jetës së cilësisë, së pushimeve, me plot kuptim e fjalës, dhe padyshim ajo është dhe më njerëzore. Unë mendoj se pikërisht këtu është gabimi i destinacionit tonë dhe nuk është gabim për të cilin kemi investuar me dashje, kemi investuar pa dashje, dhe kjo vjen si mungesë e eksperiencës. Për arsye se moshat e reja i referohen vizitës një destinacioni, sidomos Saranda dhe Ksamili, i referohen për jetën e natës, për jetë të natyrave të ndryshme të Tojza, ku e gjejnë terrenin të aty, prandaj dhe i japi preferencë. Se nuk shkuan Durrës, se nuk ka informacion të kësaj natyre, por po vinë në Sarandë. Dhe ne nga ky moment duhet të japi vërtetësi zhurmës së ziljes se cila po bie, ku numri i turistëve rritet në mënyrë dramatike të shpejtë, por nuk ka asnjë lidhje, le të themi, xhirot ekonomike me numrin e vizitorëve në këtë territor. Dhe përsa i përket pyetjes suaj, po padyshim, edhe shërbimi i jetës së natës është i ofruar në Sarandë, janë klabe të cilat funksionojnë ashtu sikurse ligji e kërkon, por unë nuk mendoj se 2 apo 3 klabe përballojnë një situatë ku tregu totalisht është kryer një destinacion i moshave të reja. E qartë. Mirë zoti Arben Çipa, ishte kënaqësi t'ju kishim në program. Gjithashtu, faleminderit për ftesën dhe punë të mbarur. Faleminderit. Mirë, shkputemi për një hapësirë publicitare.